marrë nga Zvicra me familjen direkte në protest. Ju jeni herojnë të gjithve ne, nuk kemi lënë vend të botës, pa dalë protesta. Sot ka pas protesta gjithandej, do ketë në javët vazhdim, dhe motivimi jonë jeni të gjithë ju këtu. Para 10 ditësh, ky kryeministri i nderuar dhe njoj dhe bëj një video për mua 7 minuta e gjysëm, si që ka bërë për shumë njerëz se dalin këtu. Dhe qëllimi i tyre është intimidimi i qytetarëve, kështu që unë ndjej dhe dy qytetarë që sot jem këtu dhe t'i them që nuk kemi frikë fare. As Belinda Barokut, që duhet ishte mburë, as Taulan Pallës, as Damian Gjiknurit, dhe të gjithve që ka shpërndar video si dele, i themi që nuk kemi frikë policisë, këtu jemi, për ditë, këtu do jemi. Mos u intimidoni, asnjë nga ju. Këta turproven dhe friksohen ku njerëz të lirë dalin dhe protestojnë për ditë. Kështu që ju jeni herojnë tanë, të gjithë duhet të bëjmë çfarë mundemi. Organizata ku mbaj pjesë diaspora për Shqipërinë e Lirë në datën 9 ka bërë një padi urgjente në gjykatën kushtetuese për 4 milionë euro nga fondi i emergjencës, që ky po jep një privati. Dhe gjykata kushtetuese për turpin e saj e nxori si të paplot 1 orë e gjysmë përpara se mbyllë orari zyrtar dje. Por ne për 40 minuta ja plotësuam dokumentet. Kështu që ne presim të gjithë ata që e shohin që të hënën të merret vendimi, ka pas një pati tjetër, le të mi vendosë të bëhet më fort, të merret vendimi që ato para mos lëvrohen. Ti tregojmë shtetit shqiptar që të qytetarët ngrihen me hapa ligjore dhe nuk kanë asnjë frikë të vëftyrën në emrin. Kohë e frikës ndaloi, sot është dita e 42 dhe ju falenderoj nga zemra të gjithëve. Ju lutem, merrni përdore miqtë tuaj, familjarët tuaj. Nuk mund të lejojmë të thënë ka rënë numri, nuk po dalim. Pikërisht, kur të foglohet numri, duhet dalim gjithë. Kur të nëna ime, që është e pamundur, kur dalin nëna tjera, kur dalin fëmijët e vegjël, mosha mesatar nuk ka asnjë arsye mos dalin këtu. Ju lutem, bashkohuni